Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu ishte në shkollën Gjon Buzuku në Tiranë, ku ndoqi nga afër një orë mësimi të zhvilluar në laboratorin e ri inteligjent, një investim i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Manastirliu theksoi rëndësinë e integrimit të teknologjisë në të gjitha lëndët mësimore si një mënyrë për të rritur ndërveprimin, zhvilluar aftësitë krijuese dhe për të nxitur mendimin kritik të nxënësit. Laboratorët inteligjent t'i përfshim në të gjitha lëndët, që përmes platformave interaktive t'i vijmë në ndihmë mësuesve që jo vetëm në lëndën e teknologjisë dhe informacionit, jo vetëm për programin Codmonkey, pra duke filluar në klasa e parë, por edhe për lëndët e tjera, sikurse janë gjuhë të huaj apo dhe gjuha shqipe, teknologjia na vjen në ndihmë, duke e bërë mësimin edhe më të kuptueshëm, edhe duke e bërë mësimin edhe më tërheqës. Kështu ne nxisim jo vetëm aftësitë kreative të nxënësve, por nga ana tjetër nxisim edhe mendimin kritik, e bëjmë mësimin më interesant dhe nxënësit i përfshijmë edhe më shumë në këtë lëndë përmes përfshirjes së teknologjisë dhe informacionit dhe përmes këtyre investimeve që ne jemi duke bërë në përshkolla. Kemi 316 laboratorë të cilët tashmë janë funksional, janë 25 laboratorë të inteligjencës artificiale në gjimnazi, të cilët ne mbështesim nxënësit e viteve të para, dyta, treta për të rritur aftësitë e tyre digjitale, por edhe përmes programimit apo kodimit për të zhvilluar edhe më shumë aftësitë e tyre. Dhe jemi duke i shfrytzuar maksimalisht këto investime që ne kemi bërë për të rritur aftësitë e nxënësve, por edhe për mësuesit që jo vetëm ta bëjnë lëndën edhe më tërheqëse, por edhe për të mundësuar që gjithë platformat që sot ekzistojnë për mësimdhënien të mundet të jenë pjesë e programeve tona në ciklin nëntëvjeçar apo edhe në ciklin e mesëm. 654 laboratorë smart do t'i shtohen shkollave tona në 2 vitet të ardhshme, duke bërë të mundur që rreth 1000 shkolla pra të jenë të pajisura me laborator smart dhe të gjithë nxënësit të kenë akses në të gjithë platformat digjitale. Aktualisht janë funksional 316 laboratorë inteligjent në shkollat e vendit. Në 2 vitet e ardhshme, Manastirliu thotë se synojnë që 1000 shkolla të pajisen me këtë infrastrukturë arsimore.